Arti dhe sporti kanë dallime po dhe të përbashkëta. Ju sot gjendeni tek përvjetori i vllaznisë së sportit apo jo? Jeni një tifoz i vjetër? Nuk diskutohet që jam një tifozat më të vjetër, edhe nuk e la vllaznin me fjalë asnjë neshe pa. Të fillu nga Ballçi e deri një këtu në Shkodër. Edhe faleminderit për futbollistëve që po na ndërrojnë kohët e fundit, po luajnë jashtëzakonisht shumë mirë, për na bën qefi shumë. Edhe gëzuar ky 107 vjetori i vllaznisë, edhe o zot festojmë edhe 250 vjetorin e vllaznisë, e vllaznia është një ekip i përsosur. Si tifoz, cilën ndeshje mbani mend si më të veçantë, që e keni ndjekur nga afër? Me të thënë drejtën e shpirtit, tana neshe janë veçantë, po që neshe të veçantë, kam 2 neshe me Egnadin edhe me Elbasanin, që e kena ra 2 herë Egnadin edhe një herë barazimi kena marrë 7 pikë. Edhe Elbasanin e kena ra këtu që janë ekipet forta, edhe sot kena neshe me Elbasanin, prap ja uroj një fitore vllaznisë edhe me rastin e përvjetorit madh që kena.